Horoskopi ditor, e hënë, 26 maj 2025. Horoskopi ditor i Dashit, 26 maj 2025. Dashi, përgatituni për një ditë që kërkon durim dhe diplomaci. Me Marsin në kundërshtim me Saturnin, mund të ndiheni të ngadalësuar në punë. Shmangni veprimet impulsive dhe përqendrohuni në përparim të qëndrueshëm për të kapërcyer sfidat. Komunikimi mund të ndihet i tendosur, veçanërisht me kolegët ose në marrëdhëniet e biznesit. Zgjidhni fjalët me mençuri për të parandaluar keqkuptimet. Në jetën personale, një qëndrim i kujdesshëm ndaj të dashurve mund të ndihmojë në zbutjen e çdo situate të vështirë nga mosmarrveshjet e fundit. Kërkoni mbështetje nga një mik i ngushtë. Të qeshurat e përbashkëta mund ta lehtësojnë humorin. Financiarisht, frenoni çdo dëshirë për të shpenzuar shumë sot. Pritja për mundësi më të mira do t'ju shërbejë mirë në planin afatgjat. Merrni kohë për vetanalizë përmes shënimeve në ditar ose meditimit, pasi qartësia e brendshme do t'ju udhëheqë përmes vendimeve. Mos harroni se kultivimi i marrëdhënieve dhe nxitja e harmonisë do të jenë të dobishme në ditët në vijim. Mbani një zemër dhe mendje të hapur ndaj mundësive që lindin. Përqafojeni qetësinë si spirancën tuaj sot. Horoskopi ditor i Demit, 26 maj 2025. Demi, dita e re sjell një val kreativiteti dhe frymëzimi në rrugën tuaj. Me Venusin në sekstilim me Neptunin, ndjekjet artistike dhe zgjidhjet inovative shkëlqejnë shkëlqyeshëm. Nëse jeni të përfshirë në ndonjë projekt krijues, është koha juaj të shkëlqeni. Përqafoni këto ide hyjnore, por keni kujdes të mos humbeni në ëndra me sy hapur. Bazoni vizionet tuaja me hapa praktik. Në punë, bashkëpunimi do të japë rezultate të shkëlqyera. Prandaj mbështetuni te ekipi juaj. Në dashuri, shprehni emocionet tuaja me hapje. Një bisede sinqert me partnerin tuaj mund të thellojë lidhjen tuaj. Beqarët mund të ndjejnë joshen e një perspektive të re romantike, megjithse ngadalë. Financiarisht, rishikoni shpenzimet tuaja. Një faturë lënë pas dore mund të ketë nevojë për vëmendje. Angazhohuni në aktivitete që ushqejnë shpirtin tuaj, të tilla si piktura ose muzika, për të thelluar lidhjen tuaj me veten. Jepini përparësi mirëqenies fizike duke përfshirë një klasë vallëzimi ose një seancë relaksuese joge në mbrëmjen tuaj. Harmonizimi i botës suaj të brendshme dhe të jashtme do t'ju sjellë paqe. Horoskopi ditor i Binjakëve, 26 maj 2025. Binjakët, yjet ju inkurajojnë të përqendroheni në kujdesin për veten dhe rritjen personale. Me Merkurin, planetin tuaj sundues, të rreshtuar me Jupiterin, optimizmi mbush ajrin, duke e bërë ditën e sotme ideale për vendosjen e qëllimeve ambicioze. Në punë mund të lindi mundësi për të zgjeruar aftësitë tuaja. Të qëndruarit kurioz dhe i angazhuar do t'ju sjellë shumë dobi. Zhytuni në detyra me entuziazëm dhe ndani ide njohurit tuaja mund të çojnë në përparime. Në marrëdhënie, komunikimi është forca juaj. Shprehni ndjenjat tuaja hapur për të ndërtuar lidhje më të forta. Beqarët mund ta gjejnë ditën e sotme të përshtatshme për biseda kuptimplote me partner potencial. Perspektivat financiare duken premtuese. Merrni në konsiderat mundësitë e investimit, por hulumtoni plotësisht para se të angazhoheni. Për të ruajtur ekuilibrin, prioritizoni shëndetin tuaj duke përfshirë vakte ushqyese dhe aktivitet fizik në rutinën tuaj. Praktikat meditative si vëmendja e plot ose frymëmarrja mund të ndihmojnë në ruajtjen e fokusit dhe qartësisë. Qëndroni proaktiv në ushqyerjen e mendjes dhe trupit tuaj për të siguruar një ditë të përmbushur përpara. Përqafoni kuriozitetin dhe entuziazmin tuaj për jetën. Horoskopi ditor i Gafores, 26 maj 2025. Gafore, në këtë ditë trini hënës me Neptunin rrit intuitën dhe thellësinë tuaj emocionale. Besojini instinkteve tuaja, pasi ato mund t'ju çojnë në shtigje shpërblyese si personalisht ashtu edhe profesionalisht. Në punë, një qasje delikate do t'ju ndihmojë të manovroni në për situata të vështira. Dhe mshuria dhe empatia do t'ju shërbejnë mirë në mjedis e grupi, duke nxitur një mjedis mbështetës. Në marrëdhëniet personale, mund ta gjeni veten duke kërkuar role kujdesi. Qoftë duke ngushëlluar një mik apo duke ndihmuar një të dashur, natyra juaj e kujdesshme sjell ngrohtësi dhe siguri. Beqarët duhet i besojnë mençurisë së zemrës së tyre kur bëhet fjalë për takime të reja. Financiarisht, është e mençur të përqendroheni në kursim sesa në shpenzime. Planifikoni për të ardhmen ndërsa kujdeseni për nevojat e tanishme. Përmirësimet në shtëpi mund të tërheqin vëmendjen tuaj, duke ofruar një ndjenjë arritjeje. Balanconi këtë energji kujdesi duke lënë më njan kohë për kujdesin ndaj vetes.
Një banjë qetësuese ose një shëtitje në natyrë mund t'ju rigjallërojë shpirtin. Besojini udhëzimit tuaj të brendshëm. Horoskopi ditor i Luanit, 26 maj 2025. Luani, energjia kozmike e gjallë me diellin në harmoni me Uranin nxit kreativitetin dhe inovacionin. Leadershipi juaj dinamik mund të frymëzojë ekipe dhe projekte, duke çuar në rezultate të suksesshme. Në vendin e punës, idetë tuaja do të shkëlqejnë. Përqafoni mundësitë që ju lejojnë të shprehni veçantinë tuaj. Jini të hapur ndaj zgjidhjeve jo konvencionale që fillimisht mund të duken sfiduese. Në marrëdhëniet personale, ruani ekuilibrin. Ndërsa pasioni ndizet, një hap prapa mund të ndihmojë në sigurimin që lidhja emocionale të jetë përparësi. Beqarët mund të hasin oferta romantike surprizuese. Qëndroni të hapur, por lëreni zemrën t'ju udhëheqë zgjedhjet. Financiarisht, investimet mund të tregojnë kthime të favorshme. Por merrni në konsiderat fitimet afatgjata mbi kënaqësinë afat shkurtër. Brenda shtëpisë tuaj mund të jetë koha për të rifreskuar hapësirën me dekor të ri ose një pastrim pranveror, duke krijuar një mjedis që pasqyron energjinë e gjallë që po ndjeni. Të merrni pak kohë për aktivitet fizik do të kanalizojë energjinë e tepërt në mënyrë të shëndetshme. Le të shkëlqejë autenticiteti dhe shkëlqimi juaj sot. Horoskopi ditor i Virgjëreshës, 26 maj 2025. Virgjëresha, rreshtimet astrale ftojnë introspeksionin dhe planifikimin strategjik. Sekstili i Mërkurit me Jupiterin rrit aftësitë tuaja analitike, duke e bërë atë një ditë ideale për organizimin e detyrave dhe vendosjen e qëllimeve afatgjata. Në jetën tuaj profesionale, qartësia e qëllimit do të rrisë produktivitetin tuaj. Orkestroni prioritetet tuaja me saktësi. Bashkëpunimet lulëzojnë kur ofroni kontribut të menduar mirë, duke frymëzuar kohezionin e ekipit. Jeta personale kërkon ruajtjen e harmonisë, dëgjoni në mënyrë aktive të dashurit, duke ofruar mbështetje dhe mirëkuptim. Beqarët mund të përfitojnë nga ndërveprimet shoqërore. Dikush që takoni sot mund të ofrojë perspektiva ndriçuese. Financiarisht, përqendrohuni në menaxhimin e buxhetit. Rishikoni planet financiare për të siguruar stabilitet. Në shtëpi, krijimi një hapësire komode dhe të organizuar ju sjell rehati. Prandaj merrni kohë për të pastruar ose ridekoruar. Jepini përparësi shëndetit duke përfshirë më shumë perime në vaktet tuaja dhe merrni në konsiderat një rutinë të re mirëqenieje. Meditimi ose shtrirja mund të ndihmojnë në lehtësimin e rrëmujës mendore, duke ofruar qartësi dhe paqe. Përqafojeni ditën e sotme me planifikim të detajuar dhe një jetë të ndërgjegjshme. Horoskopi ditor i Peshores, 26 maj 2025. Peshorja anohet drejt harmonisë dhe ekuilibrit në të gjitha fushat e jetës. Energjia e hënës ndihmon në ndriçimin e zonave të ndjeshme, duke e bërë këtë një kohë të përsosur për të ushqyer marrëdhënie. Profesionalisht, provokoni diskutime që frymëzojnë barazi dhe drejtësi. Demonstrimi i drejtësisë dhe diplomacisë do të përfitojë dinamikën e grupit. Në marrëdhëniet personale, ndershmëria emocionale forcon lidhjet. Jini të hapur për ndjenjat tuaja dhe të vëmendshëm ndaj nevojave të atyre që janë afër jush. Beqarët mund të gjejnë takime interesante sot, duke ofruar potencialin për lidhje kuptimplote. Financiarisht, planifikoni me kujdes. Kërkoni këshilla nëse është e nevojshme para se të angazhoheni në vendime të rëndësishme. Në shtëpi, krijoni harmoni duke riorganizuar hapësirat për të reflektuar qetësi dhe paqe. Shprehja e rrjedhshme krijuese, për shembull përmes artit ose muzikës, do të rrisë ndjenjën tuaj të ekuilibrit. Sa i përket shëndetit, jepini përparësi aktiviteteve që ushqejnë si mendjen ashtu edhe trupin, të tilla si yoga ose shëtitjet e vetëdijshme. Durimi dhe mirëkuptimi juaj i lindur do t'ju udhëheqin përmes një dite emocionalisht të dobishme. Triumfoni në ndërveprimet paqësore. Horoskopi ditor i Akrepit, 26 maj 2025. Akrepi, angazhohuni me energjitë transformuese që rrjedhin gjatë ditës suaj. Me Plutonin që ndikon në Mars, vendosmëria dhe këmbëngulja janë në thelbin tuaj, duke ju fuqizuar për të përballuar çdo sfidë ose detyrë të vonuar. Iniciativat në vendin e punës kërkojnë përkushtimin tuaj. Zhytuni në projekte me entuziazëm strategjik. Komunikoni hapur për të shmangur konfliktet dhe qasuni bashkëpunimeve në mënyrë diplomatike. Në dashuri, pasioni nxit marrëdhëniet tuaja. Çiftet përfitojnë nga bisedat e thella, duke ndarë dobësitë që rrisin intimitetin. Beqarët mund të zbulojnë lidhje që ndihen qiellore. Lejoni që intuita t'ju udhëheq përmes emocioneve të reja.
Situatat financiare kërkojnë pretësi, shmangni blerjet impulsive dhe përqendrohuni në investime të shëndosha. Çlironi kreativitetin në shtëpi, ndoshta duke ndryshuar dekorin ose duke filluar një kopsh. Balanconi energjitë intensive me aktivitete qetësuese për shpirtin tuaj, si meditimi ose ushtrimet e frymëmarrjes. Praktikoni lënien pas të barrave të së kaluarës për të përqafuar ripërtëritjen dhe rritjen. Përshtatni transformimet e brendshme me veprimet e jashtme për një ditë të thellë dhe transformuese. Shfrytëzoni fuqinë brenda jush. Horoskopi ditor i shigjetarit, 26 maj 2025. Shigjetari ofron një ditë të mbushur me aventura dhe vetanalizë. Nën energjinë dinamike të Marsit, ju inkurajoheni të eksploroni territore të reja, qoftë në mendime, udhëtime apo projekte personale. Rreshtimi qiellor promovon zgjerimin e horizonteve, ndoshta përmes ndjekjeve arsimore ose përvojave kulturore. Në marrëdhënie, Venusi zbut komunikimet, duke rritur empatinë dhe lidhje me të dashurit. Profesionalisht, partneritetet mund të paraqesin perspektiva premtuese. Prandaj mbani linja të hapura komunikimi dhe jini të adaptueshëm ndaj ideve të reja. Njohurit financiare nga Mërkuri sugjerojnë rivlerësimin e strategjive tuaja të investimit për të siguruar që ato janë në rrugën e duhur me qëllimet tuaja. Sa i përket shëndetit, përfshirja e aktiviteteve në natyrë mund të rrisë energjinë tuaj fizike dhe mendore. Orët e mbrëmjes janë të përshtatshme për meditime filozofike ose për të bërë plane për të ardhmen. Ndoshta duke mbajtur një ditar ose duke diskutuar aspiratat me një mik të besuar. Përqafoni gjallërinë e ditës duke qëndruar me këmbë në tokë. Pasi balancimi i entuziazmit me praktikën siguron përparim pa mbingarkesë. Besoni në shpirtin tuaj aventuresk për të zbuluar shtigje shpërblyese dhe njohuri që përmirësojnë jetën. Horoskopi ditor i Briciapit, 26 maj 2025. Briciapi, dita e re shënon një periudhë pune të rëndësishme themelore dhe planifikimi strategjik. Ndikimi i Saturnit thekson disiplinën dhe fokusin, ideale për vendosjen e qëllimeve afatgjata ose për të bërë përparim në projektet ekzistuese. Kërkoni stabilitet në karrierën tuaj duke krijuar aleanca strategjike. Bashkëpunimi mund të sjellë përfitime të konsiderueshme, veçanërisht në lidhje me inovacionin. Financiarisht, shmangni vendimet impulsive, duke u siguruar që investimet të jenë të hulumtuara mirë. Në jetën tuaj personale, energjia e Venusit inkurajon lidhjet e forcimit me të dashurit, duke sugjeruar momente të qeta së bashku për të forcuar lidhjet. Shëndeti nuk duhet të neglizhohet, merrni në konsiderat integrimin e vakteve të ekuilibruara dhe ushtrimeve të relaksimit si shtrirja në rutinën tuaj. Mbledhjet shoqërore mund të ofrojnë një platformë për rjetëzim, por jepni përparësi ndër veprimeve cilësore mbi sasinë. Koha e mbrëmjes fton vetanalizën, ideale për të rishikuar ëndrat tuaja ose për të rishikuar planet që përputhen me vlerat tuaja thelbësore. Përqafojeni strukturën e ditës me fleksibilitet për të përshtatur sipas nevojës, duke mundësuar përparim të qëndrueshëm. Ky konfigurim kozmik ndihmon në ndërtimin e një baze të fortë për arritjet e ardhshme, duke promovuar sukses të qëndrueshëm. Horoskopi ditor i Ujorit, 26 maj 2025. Ujori, ndërsa shpalose dita e re, yjet inkurajon inovacionin dhe ndërveprimin shoqëror. Urani nxit shpirtin tuaj shpikës, duke ju shtyrë drejt zgjidhjeve unike dhe sipërmarrjeve krijuese. Sferat profesionale gjallërohen nga ndikimi i Mërkurit, duke mundësuar shprehjen e artikuluar të ideve dhe duke nxitur projekte bashkëpunuese. Kjo është një ditë e mirë për të krijuar rrjete dhe për të ndërtuar aleanca që rrisin perspektivat e karrierës. Financiarisht, rivlerësoni strategjit për t'i përafruar ato me qëllimet tuaja në zhvillim, duke siguruar qëndrueshmëri. Në marrëdhëniet personale, Venusi sjell një energji harmonike, ideale për thellimin e lidhjeve me të dashurit përmes aktiviteteve të përbashkëta ose gjesteve të menduara mirë. Marsi nxit nivelet e energjisë, duke sugjeruar se është një kohë e shkëlqyer për aktivitete fizike që rrisin vitalitetin. Orët e mbrëmjes janë perfekte për të angazhuar në ngjarje komunitare ose tubime shoqërore, të cilat mund të prezantojnë njohje të reja dhe interesante. Përqafoni individualitetin tuaj duke mbetur të hapur ndaj perspektivave të ndryshme. Rreshtimet planetare të sotme ofrojnë mbështetje në përpjekjet tuaja. Prandaj ndërmerrni hapa të guximshëm drejt realizimit të ëndrave tuaja, duke besuar në vizionin dhe zgjuarsinë tuaj. Horoskopi ditor i Peshqve, 26 maj 2025. Peshqit sjell një ditë të pasuruar me ndjeshmëri dhe empati shpirtërore, ndërsa Neptuni e zbukuron shenjën tuaj me energji të gjallë.
Zhytuni në projekte krijuese me pasion të ri për të rirë, duke lejuar imagjinatën të udhëheqë në eksplorimin e përpjekjeve artistike në punë. Dëgjoni me vëmendje intuitën tuaj. Njohuritë e thella udhëzojnë shtigje produktive. Balanconi emocionet përmes komunikimit të hapur, duke ndërtuar besim në marrëdhëniet personale dhe profesionale. Beqarët mund të hasin lidhje të thella, duke ushqyer dialog shpirtëror. Financiarisht mbizotëron kujdesi. Kontrolloni 2 herë detajet përpara se të vazhdoni me transaksione ose investime për të siguruar stabilitet. Përqafoni qetësinë në shtëpi duke krijuar hapësira ngushëlluese dhe paqësore ose duke u angazhuar në aktivitete të përbashkëta familjare. Ndiqni aktivitete që ushqejnë shpirtin tuaj, si shkrimi i ditarit ose piktura, dhe merrni në konsiderat praktikat e vetëdijes si yoga për të pasuruar rritjen shpirtërore. Përshtatuni me ritmet e natyrës ku qetësia përputhet me paqen e brendshme. Dridhjet mistike të sotme nxisin vetëzbulimin dhe qartësinë emocionale. Lëreni dritën tuaj të brendshme të udhëheqë vendimet dhe ndërveprimet gjatë gjithë ditës. Shkëlqeni me dhëmbshuri dhe intuit, peshq. Nëse ju pëlqeu kjo video mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja. Për ju një like nuk kushton asgjë. Për ne është një ndihmë e madhe.